9 ushqimet për një gjumë të rahatshëm. Spinaqi, i pasur me magnez, kalcium dhe acid folik. Spinaqi bën relaksimin e muskujve dhe ndihmon në gjumin e qetë. Prodhimet e qumshtit. Qumshti dhe djathi në përgjithësi janë burimi i triptofanit, një aminoacid ky i cili provokon gjumin duke bërë trurin të prodhojë melatoninën. Farat e susamit. Për shqetësimin e pagjumësisë, këto fara bëjnë në mrekulli. Orizi. Duhet të kemi kujdes që në darkë të ham oriz në vend të makaronave, sepse ai është më i tretshëm për trupin dhe kështu qetëson sistemin nervor. Tërshëra. Në darkë duhet të përdorim si ushqim një tas qumështi me pak tërshërë, duke qenë se ky është një burim melatonine dhe i pasur me magnez, kalcium e të gjithë këto së bashku ndihmojnë në relaksimin e trupit. Farat e linit përmbajnë triptofan, magnezium dhe acide yndyrore omega 3. Këto të fundit rrisin nivelin e serotoninës në organizëm, duke reduktuar kështu ankthin dhe stresin, dhe në këtë mënyrë favorizojnë gjumin. Frutat e thata janë të pasura me magnez dhe nuk duhet të mungojnë kurrë në tavolinë. Përmes frutave me lëvozh luftojmë ankthin, nervozizmin dhe eliminojmë zgjimet në mes të natës. Qershitë janë burim melatonine gjithashtu dhe janë studiuar për efektin e tyre qetësues në organizëm. Bananet përmbajnë shumë kripra minerale dhe në veçanti magnezium dhe potasium, të cilët luftojnë spazmat muskulare dhe ngërçet, për të cilave shpeshherë na prishet gjumi gjatë natës.